ju e kishit paralajmëruar, çfarë po ndodh? Pse Albin Kurti nuk ndryshon qasje dhe nuk propozon një emër tjetër duke ditur që nuk i ka numrat? Së të drejtën tash e gjithë kjo situatë po duket si tentim për ta zvaritur edhe më tej këtë proces, sepse ishte i vetëdijshëm që me propozimin e njëjtë, i cili dështoi 2 herë të para, pastaj herën e tretë nuk u propozua hiç, ka qenë e ditur që nuk do t'i marrë votat edhe kësaj radhe. Po siç duket, këtë halli i pushtetit nga rasti zotit Kurti është tek çështja e formimit të qeverisë, sepse në një farë mënyre kryeparlamentari edhe mund të votohet dhe mund t'i marrë votat, por pastaj ngecja do të jetë tek qeveria, për çfarë edhe ka deadline, ka afate, më saktësisht ka 15 ditë afat për t'i dëshmu që i ka vota dhe për ta kalu emrin e kryeministrit. Kështu që mendoj që kjo është duke i konvenu zotit Kurti, por në këtë mes unë jam pak sa i habitur me opozitën, e cila po ja jap këtë mundësi, duke ditë që pa u konstituar kuvendi nuk mund të kalohet me tutje. Prandaj mendoj në rrafshin personal e shoh si të rëndësishme që të kalohet ky hap, i cili për mua është procedural dhe t'i hapet rrugë pastaj formimit qeverisë dhe ta shohim nëse pushteti i ka bërë numrat siç edhe ka pretenduar. Gjithsesi, ju e tha që kjo është një zvarritje, po sa mund të zgjas kjo, sepse duket qartë që Albin Kurti nuk i ka votat. E vërteta është që nuk ka diçka që specifikon kozgjatjen e sa i përket çështjes zgjedhjes së kryeparlamentarit, pra me aq sa e di prej ligjeve dhe kushtetutës të Kosovës, nuk ka afate që e specifikojnë një çështje të tillë. Pra, mund të zgjas pafundësisht deri në një moment që opozita ti drejtohet gjykatës kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese vite më parë e ka bërë të qartë që pozita e kryeparlamentarit i takon partisë e cila del fituese e zgjedhjeve, por nuk ka parapar as në vendimin e saj se çfarë nëse partia fituese nuk e propozon kryeparlamentarin, ose çka nëse kryeparlamentari i propozimi për kryeparlamentar, thënë më mirë, nuk i merr votat. Pra ka një paqartësi juridike në këtë mes dhe është situatë e cila mund të neglizhohet pafundësisht të paktën deri në një vendim të ri të kushtetuesës. Gjithsesi, partitë opozitare, pra deri tani vetëm AK-ja ka vendosur një kusht që të ndryshohet emri i Albulena Axhiut me një propozim tjetër apo jo? Po, në një farë mënyre AK-ja ka qenë me decisive sa i përket kushtit, AK-ja i ka dhënë 2 emra të tjerë nga shumica si propozime që do t'i voton dhe ka dhënë emrin e Shqipës Selimit dhe deputetës tjetër Saranda Bugujevsi, por edhe partitë e tjera, si më thënë, e kanë kontestuar zënën Albulena Axhiu, po nuk janë shprehur të qartë nëse do t'ja votonin një emër tjetër për kryeparlamentar. Dhe kjo praktika e emrit është praktikë që më herët e kanë ndjekë edhe vetëvendosja. Kujtojmë që vetëvendosja në vitet 2014 dhe 2017 në të njëjtën formë e kishte kushtëzuar Partinë Demokratike të Kosovës aso kohë dhe i thoshte që hiqeni Kadri Veselin si propozim, sepse brenda PDK-s ka deputet të tjerë të cilët edhe unë do t'i votoja, thoshte zoti Kurti aso kohë. Pra është një praktikë, është një lojë, mendoj që e bën vazhdimisht opozita këtu, edhe pse tash më vlasim për një pozitë e cila nuk do të duhet shkakton të ka shpërçarje të mëdha, sepse është një pozitë që i takon vetëse partisë fituese të zgjedhjeve dhe do duhet që partia fituese të mos ia lejonte as vetës këtë blokad, po megjithatë duket që për të tashmë ka rëndësi një zvarritje e tillë. Hoti, cili është roli deri tani i Fatmir Limajt? Është spekuluar shumë se ai është